Ti vetë personalisht, mban mend më shumë suksese në jetën tënde, apo mban mend në një dështim që të ka trazuar disi, të ka forcuar, të ka shtyr përpara, ose të ka ulur pak vetbesimin? Kam pas suksese, kam pas edhe dështime në jetë. Ma shumë më e mend suksese, jo se jam unë, dhe më thënë, talenti jam më i madh është më fut në gara të fitume. Pra, unë, si që thash në fillim, e pretendoj veti një njeri racional dhe në përgjithësi jam fut në gara, në jetë, në raport me shkollën, në raport me jetën personale, jam fut në gara të cilat i kam konsideru të mundshme me u fitu dhe për këtë arsye ndoshta kam pas suksese më shumë në jetë, por kam pas edhe dështime dhe sidomos ndoshta kjo është pak me ja bë qefin vetit, po që nuk janë varë domosdoshmërisht nga unë, siç ka kanë për shembull fillimet e universitetit, unë e them shpesh në Tiranë, se unë kam kryer studime në Tiranë për inxhiniertimit, ku jam diplomu, kam kryer edhe studime në Francë dhe kam bëj krahasimin mes dy sistemeve. Pra nga një nxënës olimpiadës që isha në gjimnaz, përfundova të pas shumë vështirësi për me marrë provimet dhe ishin vështirësi artificiale dhe një 19 vjeçar, një 18 vjeçar sa isha unë në fillim të universitetit. Sigurisht që e përjeton keq pra atë dështimin ose surprizën negative që më dha universitetit në Tiranë. Dhe këtë e fus një nër dështimet e jetës teme në kuptimin, pra ballafaqimin me dështimin. Pra ishte shumë e vështirë me kapë ritmin e ri që ishte në universitet dhe u desht me menu, pra me punu shumë më tepër për me arrit shumë më pak.